Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam një të ftuar tepër të veçantë, e cila ka kontribuar për shumë vite për arsimin si edukatore, mësuese, drejtuesi i institucionit dhe së fundmi si psikologe. Kam nderin dhe kënaqësinë të kem të ftuar Vjolca Jahja. Mirëmëngjesi dashur. Faleminderit që je sot me mua në studio dhe është kaq kënaqësi të kem këtu, sepse shpërndan mirësi dhe rrezaton gjithmonë. Faleminderit e dashur. Faleminderit. Është edhe kënaqësia imja sepse midis njerëzve të mirë vetëm një ditë e mirë të pret gjithmonë përpara dhe kur e ke të mbushur me energji pozitive, Ashtu do shkoj edhe dita. Do shkoj marë. Do shkoj edhe dita mbar. Vjolca bëri dje një ceremoni kaq të bukur për daljen e saj në pension, një ceremoni e veçantë organizuar nga shkolla Prenkjakova, shkolla muzikës në Shkodër, ku shumë të ftuar ishte një pjesëmarrje mbi 80 vetë, siç ti e the, dhe kaq shumë njerëz, kaq shumë dashuri, kaq shumë rrethim me kaq energji pozitive dhe nuk ka si mos të shkojë mbar për ty e dashur. Të thëmë të drejten, numri 80 vetë ishin shumë pak për mu, dhe i kërkoj falje dhe ndjes të gjithëve tjerve, po të thëmë drejten në ambientet e shkollës o dote se zban edhe aty të reduktonim numrin, sepse nuk kishim mundësi që ti merë një gjithë për e herë. Nuk ishte mundësi. Se ma ne do të themi kemi ftuar dasmurt. Kështu do kthehej ndoshta kjo pjesë. Vjolca, e mban mend fillimin tënd si mësuese, si edukatore, kohën kur ti ke nisur të kontribosh në arsim? Të them të drejten, arsimin e kam pas në zemër gjithmonë. Unë fal biznesit që kam punu për sa viteve edhe në tregti, me gjithë familjen, gjithë zbashkut, se erdhen vetë kohë të tilla që ne u doshim të punonim edhe me biznes, të mjetonim. Dhe falë mbështetjes bashkëshortit dhe fëmijëve, ka kanë një harmoni e jashtëzakonshme, një rrugtim shumë i marrë për ne. Pastaj, unë më bashkëpunim me Linditën Reqi që dua ta përshëndes, ma gjindë shumë afër, dhe i kam thonë e kam shumë pasion për sa i përket se më kishte me të përgjys kjo punë dhe unë i urrej gjanat përgjys. O do t'i qoj dherë në fund. E kishe si pengë ndoshta, si pengë të mbledhur. Dhe pas i kryva aty, në bashkëpunim edhe me profesor Mithatin, dua ta falenderoj, ish dekanin e psikologjisë, Gzim Dibren, të cilët janë të mrekullueshëm, kam kënë edhe asistente e profesor Mithat Hoc tek fiskultura. Gjithmonë në simullanjen. Në simullanjen e kam pas art në vedi dhe fal organizimeve të shumta që unë jam marrë si një pjesëtare e familjeve dëshmorve, pra ta trashëgojmë edhe ne atë pasion të pasardhëve tonë. Unë se kam përmanë as në studio, as në gazeta, falë mbështetjes, gjithë kam kene pranishme. Ato më zgohen, i malli profesor Fishta, më zgolli zëvendës kryetare organizatës të familjeve dëshmorve. Të mallit Bushati, si gjithmonë nuk ma da zëvendësja. I kam pas punën e zëvendësit, e kam pas gjithmonë hap pas hapit. Dhe duke kujtu të parë tanë, unë sot po a përmani për herë të parë, gjyshin tem, që ka kanë bashkë me vllane vetë, kanë të dy, qysh 1912 i pari deputet i trevave shqipfolse mbram Beograd. Kanë përfaqësu dhe në lëvizjen e madhe në Vllanja, sa aty e kanë pas vendlinjen, dhe kanë përfaqësu të dy, rasisht dua të përmendë një mikun të madh, shokun e vllajtem, kampionin, kur ai
më solli direkt gazetën ku kishin vlerësu gjyshin tem në Amerikë. Pra janë komplet të trevat shqip force të cilët bajnë organizime të pafund. Edhe më ardhi nostalgji se më ardhi me gjithë fotografi, sepse babi thote e kam honor fotografinë e ti. Babit nuk e kishim kërkom gjyshit. Dhe mu më ardhi për shqeshkot e fundit, gazeta, bashkë me... Një kujtimi veçantë dhe një nostalgji tepër e madhe. Sepse të ndërtosh pemen duhet pa tjetër, dhe jam mund shkoj shpesh në ato vende dhe të shqiptarët në Malëzi takohem me djemtarë, profesora, doktora, rrjedhin nga një familje intelektualsh dhe falë kontributeve dhe atyre kanë bëhe më në atje ku jetojnë dhe gjithë bashku mundohem që të transmetojmë energji pozitive. Sa bukur, shumë energji, shumë respekt për të gjithë ju, sepse jeni të gjithë kaq të mirë. Dua të di pak se nga ku filloi Vjollca, nga cila shkollë ishte hapat e parë që holle pjesën e mësimdhënies? Për sa i përket pjesë mësimdhënies, pas rezultatit ku unë isha edhe tek konvikti i Prenjakova si përgjese e kujdestaris, me emërun në shkollën speciale të rrëdhëtori. Të thëmë të drejten, fillimet kanë kënë të shtira. Pa tjetër. Ndoshta dhe vetë shkolla? Nuk jam kanë pretenduse përsa i përket drejtimeve. Nuk i kam pas qef korë. Se thosha drejtim kam bëllë atje ku punoj, ku kam ngërit me fëmijët e mi dhe të drejtosh një institucion pa njoft asë njëri është pa shumë e vështirë. Do të mësosh nga aja të gjëja të gjitha. Të gjitha individ dhe të thëmë drejten kam pas bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Dua të falenderoj Valbonën Bordulla, të cilët në seriozitetin e saj ka punu shumë afër me jetë. Pra, unë se kam pas për tur që t'ju të kërkoj që se cilit një nim. Sepse të mërsh një punë të re, pa pas një nim sa do të vogël, është shumë e vështirë. Dua të falenderoj edhe qiftin Oltin me Ganduren, po sot ato janë në Amerikë, dhe po ato, me të thamë drejten, edhe unë e qujta të vështirë, të vazhdoj rrugtimin të me si drejtuse, se në ollin efektet, ne jemi u bëna gjyshe dhe mos marrë pjesë. Kur një kohë unë u vlerësova nga ambasadori Amerikan, si drejtusja ma mirë e socialeve në Shqipni, dhe mos të marrë të shkoj të fëmija jem, ishte një të mërë. Vërtet. Po punën e shtetit nuk e ke punë të anën personale. Për kunrazi, aty do të punosh edhe ma tepër. Edhe më shumë, edhe më për kushtim. Do t'jesh më kasavet, që gjithë punë tona të shkojnë për smarit. A është e vështirë të punosh në një shkollë që është speciale? Pra 30-ori është një shkollë jo si gjithë të tjerët, fëmijët janë me aftësi ndryshe nga të tjerët, dhe a i shton kjo vështirësi punës tënde? Të them të drejten, kur e mërë me dashni e pasion, dhe të mendosh, unë e kam pas ma tepër njëjnë familjare dhe po t'i përmen ato familjarët ka që të gatshëm, kisha detyrime të jashtëzakonshme për ta. Ato kishin nevojë të shikoshin sy. Dhe duke shiku në sy, unë mendoja, që të bëj më për ta? Që të bëj për këtë? Që të bëj për atë? Pra t'i gjimem sa më afer. Dhe të thëmë drejten, po thuj se dhe gjysa natës, unë e kam pas punë me familjen të me komplet që atë institucion të shkëlqej. Sa bukur. Aty kanë pas fatin e mirë dhe kujshit për rrëth që i kanë pasur të shkolla speciale, janë mundu se kanë pa punën si gjdo gja, po në shumë total. Qysh nga rrugica që hinim, kishim përmytje, ka me kalu. Dhe deri në ndriqimin e institucionit, dhe të kesh një shkollë drejtuse, pa një logo të madh, shkolla speciale,
pa emër duket sikur se një derë, një shtëpi pa një emër, pa 20 shtëpijet. Pa identitet, ndoshta. U dote pra se zban nga aja ta filloja. Që dhe nga inventaret, institucionet pa inventare s'ka në S'ka kuptim. Dhe gjdo gja ta rrihet në falë bashkëpunimit të gjithë së bashku ja kina dalë. Sa bukur, dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Ku të krenohesh dhe je... Psikologe që ishën, bashkëpunimi me psikologën e mrekullueshme, në drejtoreshen dhe stafin, na ja kena dalë. Sa bukur. Pra shumë sakrificë. Po pas shkollës 3 dhjetorit, i kalove të shkolla për dhjetorit, për efekte familjare, u bona gjyshe, lartësia në Amerikën. Shkodër Amerikë, shumë e vështirë, dhe të thëmë drejten, unë e qujta të arsyshme të dorëzoj, sepse nuk e kina marrë me tapi drejtimin. Pa tjetër. Drejtimin duhet me najtë, unë po të thëmë gjysën e natës e arrishi me punë. Është e vështirë. Se kishte raste, na kishim nevoj për i zorrujt, nuk na siguronin bashkia. Ishte një tmerr elementare, investimet vishin nga shoqatat, falë bashkëpunimit. Duat përmen Kastriotin, Faci. Kastriot Faci. Me banden dhe ja kam arrit që t'i bëjnë skenë mërën institucionit. Sa bukur. Sepse kishim skenaret nga, zdoshin me na pa hiq mirë. Kishim nga skenaret dhe përqarjet e ndryshme, thoshin, kjo, pse ka arë këtë, pse po bën këtë, dhe me na marë institucionin, nga matë ndryshmet, kur një ko, unë doja që prindërit e këtyre fëmive t'ju rrinin afër aty, mos me të shin rrugë të male, po të rrishin aty, të kishin televizorin, ju sigurova, dhe kushtet mrena institucionit t'i kishim... Sa më të mira. Sa më të mira. Doa të falenderoj në mënyrë të veçantë, punoj se në atë kohë të bashkisë se prej emocioneve një tjetër, ka gjërë që... Na falini, si nga direkt. Ka gjërë që edhe dalin jashtë mëndjes, kur jenë në një transmitim live. Emilia. Dhe kur kam ba dorëzimet, tha, unë du me dhani këshill, ti gjithë këtë që ke ba plus pa inventar dhe, e kam ba, se më ka darë zemra. Jo, tha, ti do të bash inventarin komplet që ke dorëzu. Se kishin abuzime nga matë nënshmet, tentonin të merrin edhe kush e dit një pajisje o burra që të bajnë njerës negativa flasim. Po, unë s'kam qef me përmen me emën na. Jemi për gjëra pozitive. Jemi për përmendur gjëra pozitive. Edhe t'japim energji pozitive. Vetëm pozitivitet do marrim. Është shumë e vërtetë. Vjollca mundu, tjetë thjesht, e dashtur, transmetojnë rëndësi ka të ato prind se janë shumë të lodhur. Janë edhe pa fjeton natën, janë pit natë nga diagnozat e ndryshme, pra na i kanë një nevoj me shtetjet veçantë për ata prind. Dhe ti ja ke dhuruar, ja ke sjell në mënyrën më të mirë të mundshme. Të them drejtën, të kalosh rrugës dhe mos kesh kohë gjithë ti përshëndetet të herë të dalësh rrugicave, kaq kam një dëshirë që ato prind t'i bëjmë sa më të qeshur. Ka nevojë për një buzëqeshje. E të njëjtë veç ne duhet t'i adhurojmë. Në vërtet që po. Po nëse flasim për shkollën Prenk Jakova, është edhe aty ku ti mbyllë karrierën, dhe unë ditë paktën sepse njoh dhe kam pasur në studio shumë fëmijë që emrin tënd e përmendin me shumë dashuri, mësuese Vjollca, sa krenare të bën të ndihesh kjo pjesë. Për këtu fillon dashnia. Kur ti dhurosh atyre dashnia, ata do të dojnë se s'ban. Shumë e vërtet. Dhe të flasës për shkollën Prenk Jakova,
është një maternitet i kulturës që furnizon gjithë Shqipërinë dhe që ka bën emër vite pas vitesh me vende veç të para deri në Eurovision. Deri në Eurovision. Unë duhet me përmend një nga stërmesat tona, Elhaida Dani, e cila na ka bërë krenare na ka bërë krenare, edhe Kallaçi sot, edhe Alisi patjetër. Djali një kolegës tonë, Thjersia Bollçi, po ama një drejtues losin shumë rol. Është zoti Anton Kaftalli, i cili me shumë pasion se të drejtosh një institucion shkollor nuk është kollaj. Nuk është e lehtë. E jo, të marrin këtë dije, është një shkollë që nuk të zhgënjen kurrë. Prej asaj shkollë, unë kam nxjerrë fëmijët e mi, ja kush janë fëmijët e mi. Pra, kush don me mësu, kush i përkushtohet punës, ka rezultate. Ka rezultate shumë të mirë. Dhe bashkëpunimi me stafin e mësimdhënies, me Manjolen, të gjithë së bashku ato kanë në sinkroni një dashuri për njëri tjetrin, një pasion për njëri tjetrin dhe të gjillen gjithë secilit afër. Dhe puna nuk ka si të mos shkojë mirë kur ka një përkushtim kaq të madh për nxënësit, por edhe për ta është krenari, besoj të punosh mes artistësh të vegjël që do të bëhen shumë të mëdhenj në të ardhmen. Drejtën e kam një vedin shumë, aty të relakson. Vjen vetëm pozitiviteti, me atë dashnin, me atë artin e bukur, si të pikturave, si skulpturave, si muzikës, aty s'ka si mos me në i vedin. Pra na e qujta maternitet kulturët, se pri as ti vënd, kanë dalë shumë breza, kanë dalë shumë koka, dhe emrat më të mirë të muzikës shqiptare. Nuk janë zhgënjym kur prej asaj shkollë, se veç të mira shkan. Vërtet, emrat më të mirë, emrat më të dëgjuar. Gjigant prej shkollës. Përmendëm Elhaidën, përmendëm Alisi, Rigersën që është shumë e re dhe ka dalë. Rigersën kam pas fatin e mirë, ta kem pranë. Që vërtet të gjithë kanë fituar çmime të para. Unë me këto kam bashkëpunu shumë, kam shku dhe në për studio, të cilin kena pasqyru punën me vërtetësi. Dhe vërtet ato nuk të harrojnë dhe të duan shumë fort, sepse unë e kam parë dhe e di feedback-un e tyre. Me njek edhe në koncertet live. Edhe nuk ke ma lezet kur ta shosh në nxënësin tëmë që triumfon. Aty kam ofër dhe një nxënës tëmë që e ka performu që do të se zban ta fillojnë pa nxënësin. Nuk ka kuptim, nuk ka kuptim. Unë nuk filloj asistë, sepse prania e ty në nxënësve, prania e prindve, mu më bëjnë t'jem krenare ajo që rezultatin e mora dhe t'ja transmetojmë veç rinis, sepse rinia është çështja mbitor. Është vërtet çështja mbitor. Nëse flasim për ceremoninë e bukur që na shoqëron edhe në sfond që ti ke organizuar dje, cila ishte ajo pjesa më e veçantë, pjesa më e bukur që ti do ta veçoje nga kjo ceremoni? Të gjithë do t'i quajt veçantë, po surprizat që më kanë ardhur nga Italia, nga matura, na do me marrë pjesë. Po të vite matura, vetëm maturat, kisha unë 120 vete. Dhe një klasë ka pas 40 sa vite. Dhe veçanta atyne këtu me disnesh, kam vequ, kam marrë 2 mësuse, se tjerët ishin jashtë. Dua ta përmend edhe zojen Terezina Ronkali, një debolejse veçantë e imja, kur ajo me shumë pasion ka transmetu tek nxënësit dijen e vërtet. Sa bukur. A ka më kënaqësi kur një mësues shpjegon dhe e çon nxënësin çka ke kuptu, një aty a thelbi, që ta marrësh qysh në shkollë. Dua të vlerësoj drejtuesin e atij institucionit Jordan Misja, se unë jam matura 83-84, zotin Bala, i cili kanë taman kokë dhe me pasion. Kam pas mërin që kam ftu
profesoreshën e matematikës, Sa bukur. Zojen Habibe Burja, dhe ishte një pasion e një knatësi e dëfirë, sepse ajo ishte edhe mësusja e nusës time të mrekullueshme, se unë kam një familje të mrekullueshme. Vërtet një nuse e mrekullueshme dhe një familje shumë e mrekullueshme. Sepse na mosha jonë na duhet bëhemi prend për ta. Sepse edhe ne në rini kena gabu ato voglat. Dashnia për njëri tjetrin, për kunatat, për familjen që ti vjen e re atë e ka ndorë vetë familja shëtë pret, vërtet ashtu është. Se fjallën vjerë unë e kam të ramë, unë e quj nanë. Mami dytë. Mami dytë e quj. Të thënë drejten ishte një surpriz e këtyne maturantëve, kanë pas sakrificat maja, sepse kanë ardhur për i Tiranet. Sa bukur, dhe janë mbledhur. Dhe janë të angazhuar me lanë ditën e punës, ata quajnë detyrim për mu. Kjo ishte ajo. Kjo t'i jep edhe më shumë kënaqësi. Dua të falenderoj edhe Mërvet Pjeshken, e cila punon mjeke në Itali. Dhe ka ardhur për këtë. Ma bani surprizë. Sa bukur, është vërtet diçka. Beskërajen, doktorin, Flutra Medjen, Sokol Kullollin, e ti përmenit gjithë me ndrejta më veshtë, i kam shumë të mirë, i duk gjithë, nuk mund t'i ndaj, se i kam të thash i 120 vetë. Që janë aty afër zemrës dhe nuk mund t'i ndash dot. Kena një të mirë se na gjimën njëni tjetrit, na shkojmë të njëni tjetrit, na duhem njëni tjetrin, e njekim njëni tjetrin. Kjo është gjëja më e bukur dhe që të mund të ndesh vërtet krenar. Pra na e kisha fshirë ndamje nëne. Është pa dyshim. Po ju lutem, ju kërkoj falje. Shumë falje, dhe besoj që e pranoj ndjesën tënde dhe nuk ka hatërmbetje në këtë mes. Vjoca, të falenderoj shumë që ishe me mua në këtë intervistë. Ishte shumë kënaqësi dhe jam shumë mirënjohëse ndaj teje për atë çfarë na jep, për pozitivitetin dhe që ishe me mua sot këtë mëngjes. Dhe duhet të falenderoj drejtoreshën e shkollës Dobraçit, Ermira Qelikun, duhet të falenderoj Saime Grepin, në shtoj të ri të shkolla Osman Dampiri, duhet të falenderoj Arten Arsi, që unë e kam pas drejtorit, dhe në veçanti duhet të falenderoj edhe edukatorin e shkollës Ernest Kuliqi, që me një përkushtim të madh shërben qysh në Mberian, qysh në shkollë të mes, qysh në bankat fillore, pra transmetojnë veç energji pozitive, aty të përfshin vetë puna dashuria. Është vërtet shumë mirë kur stafi ka shumë energji pozitive, është kënaqësi më vete. Dhe puna ecë më bukur dhe gjërat bëhen më me dashuri, nuk ka si mos ketë rezultat. E këto punojës të cilët punojnë. Vërtet. Faleminderit e dashur. Ishte kënaqësi e dëfisht midisjush. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi dhe e mrekullueshme. Nga Vjolta dalin vetëm fjalë të thjeshta, po me punë shumë. Është shumë kënaqësi dhe ishte një intervistë kaq e bukur, ku koha ka kaluar pa u ndjer, ishte si një vazhdisim dhe diçka shumë e thjeshtë. 44 vite të përmendesh, 44 vite punë. Do duhen shumë emisione për t'i përmendur, por diçka e përmbledhur dhe shumë e bukur, të falenderoj. Po ishte kënaqësi që ishe para njosh. Faleminderit. Dhe falenderoj ato që më vlerësuan, zojen Priscilla Kadia. Telefonatat të shefit Hasan Muqa, në kryetares bashkisë për efekt. Për efekt kohë, ndoshta janë edhe angazhime shumë të mëdha në bashki. Po, pa pjesëmarrjen e tyne nuk ishte kuptim, po e bën shumë të bukur. E bën edhe më të bukur, edhe më emocionuese. Faleminderit e dashur, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë moment në Info Plus. Takimi radhës së bashku nesër.